Përshëndetje të shikues të nderuar, jeni edhe me një edicion të emisionit On Time në televizionin Koha. Shkollat fillore dhe të mesme të Tetovës dal nga dal po përgatiten për t'i dhënë fund një viti të trazuar shkollor dhe mbase edhe të përgatiten për nisjen e sezonit të ri apo vitit shkollor 2026-2027. Për këto sfida, por edhe për sfida tjera me të cilat është përballur arsimi, është përballur mësimdhënia në shkollat fillore dhe të mesme, kam nderin të prezentoj para jush një njohës të veçantë të çështjeve arsimore, mësimdhënësin Satki Ismaili. Mirëserdhjen. Mirëserdhje. Është kënaqësi të jem disa firë në emisionin tuaj. Faleminderit. Po përmbyllim, unë do ju thras arsimtar, po përmbyllim një vit, siç thash në fillim, një vit të trazuar shkollor. Por para se të dalim këto, ka nisur në sipërfaqe të dalin edhe shifrat e nxënësve me të cilët do të startojë viti i ri shkollor. Një lajm ashtu them edhe me optimizëm u prit një lajm se në Tetovë po rritet numri i nxënësve, gjë që ka gëzuar shumicën kur e kemi parasysh sfidat demografike me të cilët përballet edhe vendi ynë. Rritje të nxënësve, por arsimtar, si qëndron situata në terren? Po, e vërtet, kur flitet në aspektin lokal, themi, ose të shkollave, është një statistikë të dhëna të cilat jo duhet të na kënaqin gjithmonë. Duhet të shohim në aspektin e asaj se ç'ndodhen, do thotë me arsimin fillor dhe të mesëm me numrin e nxënësve në aspekt shtetëror. Po edhe në shkollat shqipe ç'ndodhen, edhe në komunat e ndryshme, edhe në komunën e Tetovës. Pikërisht do të thotë nëse bëjmë analizat të statistikave 10 viteve të fundit, do thotë, rënja është dukshëm e madhe. Mund të quhet alarmante? Është alarmante, po, është alarmante. Tani, nëse shohim në aspektin shtetëror, do thotë, nëse shikojmë në aspektin 10 vjeçar çka ndodhi pje fjala në regjistrimet në klasë të parë, nga viti 2015-16, do thotë kur numri i nxënësve ka qenë në regjistrim klasë të parë 23.500 nxënës. Tani do thot vitin shkollor 2025-26, regjistrimi ishte do thot 17.200 nxënës. Do thot një rënje e cila ka të bën diku te 25-26% rënje së numrit të regjistrimit të nxënësve të klasës të parë. Por nëse analiza të shikojmë se ku si çka, vetëm vitin e kaluar do thot rënja ishte 3.6% nxënësve regjistrim në arsimin fillor. Por në arsimin e mesëm ishte rritja 0.6%. Mirë, po çka është? A janë këto të dhëna, bie fjalë statistikat të cilat gjithmonë janë ato të saktat. Ndonjëherë thotë se statistikat është një përmbledhje e të dhënave jo të sakta gjithmonë. Një definicion kështu metaforik i thënë. Pikërisht kemi të bëjmë me atë se shkolla ka komunat ku është rritja, bie fjala në Maqedoninë e Veriut, komuna ku ka rritje, do thotë, regjistrimit të nxënësve në klasët e para, janë, po ju them, rritja është në komunën e Sarajit është dukshëm është rrit, komunën e Tetovës kemi rritje, kemi komunën e Gostivarit rritje. Kemi edhe disa komuna brenda Shkupit, po Shkupi si qytet bie fjala, mesatar me gjithë komunat përfshirë se të cilat janë, do thotë se atje ka rënje do thotë në komunat e Shkupit ku mësimi do thotë zhvillohet në gjuhën maqedone, kryesisht ka dikund edhe 23% rënje. Ka komuna mos i emëroj si i di me emër komunat, po mos i brengosim tash edhe ndonjë që na dëgjon dëni dëgjues atyre komunave. Po ka komuna ku edhe në gjuhën shqipe rritjen. Tash po si përmend në Çajir e kështu me radh ku ka Saraj është një komunë që rritet. Mirë po, në komunën e Tetovës, po, do të thotë ka rritje. 10 vitet e fundit regjistrimet në klasë të parë rritja është 12%. Mirë po, nëse flasim diçka tjetër së komunës, ajo se thonë, po bie numri i nxënësve. Po, në nivel shtetëror edhe në komuna po bie. Mirë po, është shkaku që nëse dikush po thot, bie fjalë po e themi se rritet në komunën e Tetovës. Po, mirë po, emigrimi e bën këtë. Ne kemi emigrimet të natyra të ndryshme që edhe shpërnguljet që nga shkollat rurale në shkollat urbane në qytete bie fjala. Po nëse bëjmë analizë të shkollave të cilët janë rurale, ka rënje drastike ku shkollat po zbrazen. Po kjo krizë, themi në aspektin e numrit të nxënësve në Tetovë, në shkollat, nuk është. Do thotë për arsye se
tash statistikat I ditë të dhënat mirë 10 vitet e fundit, edhe vitin tani bie fjala se ajo që pritet se Të shkollat shqipe nuk mund të quhet, nuk mund të themi se ka rënja alarmante. Po, në nivel shtetëror, do thotë shkolla shqipe nuk kanë, do thotë, themi një situatë, ka një stabilitet. Në krahasim me shkollat në gjuhën maqedone që kanë një rënje më të madhe, tash mos I përmendim me cilat komuna, do thotë është në pyetje. Te shkollat shqipe në qytetet, në shkollat urbane, do thotë qytetet që I dim Maqedonisë Perëndimore deri në Kumanove kështu me radhë, rreziqet nuk janë. Rreziqet më të mëdha, do të statistikat janë në shkollat statistikore janë në shkollat rurale. Pse ndodhen kjo? Po ne po e dim se dita ditës në shkollat e qyteteve, thotë në Maqedoni, do thotë rritën më të madhe, do thotë numri I nxënësve nëpër shkolla. Kemi paralele që kalojnë numrin 30. Vështirë të gjesh paralele me 10 nxënës, me 8 nxënës janë në shkollat rurale. Pikërisht këto mbylljet më të mëdha që janë, që rrezikohen janë shkollat të cilat janë shkolla rurale. Bie fjala, po të themi tash Shkupin, si qyteti I madh, bie fjala atje kemi edhe komunat ku I dominojnë do të shkollat shqipe, po edhe shkollat maqedone që janë, rritja është më e madhe në ato shkollat ku bëhet do të thotë emigrimi nga fshatrat edhe nga qytetet në komuna të ndryshme. Pikërisht Shkupi është do të thotë një vend ku ka më tepër të themi në aspektin e lëvizjes demografike. Mund të përjashtohet nga ky aspekt. Se si në Tetova jo, do thotë ne nëse Tetovën I shohim çështjen e rajonizimit, do thotë. Çështjen e rajonizimit të Tetovës, do thotë edhe këto statistika I ka edhe sektori për veprimtari publike, sektori I arsimit të Tetovës, edhe komunave të tjera ku dukshëm tregojnë se ç'ndodhen me shkolla. Bie fjala shkolla ku ka një periudhë 2-3 vjeçare themi ku kemi rritje të nxënësve nëpër shkolla. Ka periudha tjetër ku kemi rënje, sidomos në klasëve para regjistrimit për arsye se ndryshojnë strukturat, ndryshojnë do thotë vendbanimet, do thotë ja po them nëse një ndërtesë në një rajon të një qyteti, qoftë Tetovës, ndërtohet një objekt I madh banesor me 500 banesa. Një banesë po të ketë 500 familje, nga një nxënës të kenë 500 nxënës. Ja gjysma le të jetë 50%, do thotë 250 nxënës. Këto sistematizime do thotë në çështjen e rajonizimit e bëjnë veten. Këto lëvizjet brenda qyteteve, do thotë demografike, ekzistojnë gjitha qytetet. Mirë, po nuk është brengos ajo se zvoglohet numri I nxënësve në një shkollë, rritet në tjetrën. Po, kur është më brengos është kur bien përgjithësi numri. Ajo siç ndodhen në krejt shtetin, bie fjala që rënje kemi do të thotë 25% në krejt shtetin në regjistrim me klasën e parë, ku këto statistikat, unë nuk flas asnjëherë atë, unë çka e mendoj. Unë jam një hulumtues I matit të dhënave statistikore ku kam qefe, kam pasionat, ku të dhënat po flasin. Ky trend nëse vazhdon, do të thotë 10 vitet e ardhshme, pritet do të thotë në Maqedoninë e Veriut, 10 vitet e ardhshme të ketë rënje edhe dikun te 18% regjistrimi I nxënësve klasëve para. Që të thotë se brenda 20 viteve, 2 dekadave bëhet fjalë dikun te mbi 40% të nxënësve. Kur jemi të çështja e rajonizimit, çfarë duhet bëjnë shkollat për shembull, të thonë prindërit atyre nxënësve, meqense kjo shkollë larg, unë sërish dua fëmijën tim ta sjellin. Pikërisht kjo është janë disa neglizhencat komunave të ndryshme, bie fjala, unë tash nuk duhet ta akuzoj asnjë komunë, secila komunë I ka përfaqësuesit e vet, sektorëve të cilët ata duhet të merren dhe komunat me strategjitë arsimore. Pikërisht po, ka mundësi, ka edhe zgjidhje. Cila është zgjidhja? Duhet brenda vitit të bën hulumtime, të cilët tash ka hulumtime të cilët I kemi për çështje të planifikimeve afat shkurte, afat mesme dhe afat gjate. E tash rajonizimi nuk mund të jetë rajonizimi I njëjtë I cili vlen brenda 10 viteve. Në një qytet, ja bie fjalë siç është edhe komuna e Tetovës. Në një qytet ka ndryshime në planin urbanistik, do thotë në demografinë e qytetit bie fjala ku lagje të ndryshme, rajone të ndryshme të qytetit, do thotë ka ku zbrazën më tepër, edhe ka të cilat veçmë janë të mbi ngarkuar edhe me popullat, mos I ta se e dim Tetovën mirë në gjithë si është. Pikërisht, duke patur parasysh këto të dhëna, rajonizimi duhet të ndryshon. Do thotë mund të kesh një pjesë të banimeve të Tetovës ku ndryshojnë, ku ka bingarkime, atje do thotë të dhënat flasin se duhet hapësira, do thotë rrugët të cilët përfshin rajonin atë pjesë duhet zvoglohet se numri rritet.
që mos ndodh që një shkollë, pje fjalët e tovës, të ketë 1500 zënës, e shkolla tjetër e cila ka patur dikun të 800 zënës të bjen deri në 500 zënës, 400 e kështu me radhë. Kjo nuk është në aspektin e asaj se shife, thot një shkollë ka rënë numrin zënësve, tjetër është rrit. A në komunën e Tetovës kemi rritje do thot 12% brenda dekadës së fundit. Pikërisht kjo flet se çështja e rajonizimit duhet të ndryshojnë në qytet. Këto janë ato strategjitë arsimore për fat të keq që nuk janë gjithmonë funksionale. Janë, por ngecin ka ngecje. Pikërisht komunat, po edhe Tetova, se Ngecje tjera. burokratike, të quhet Në apo aspektin jo, më them çështja e neglizhencës edhe jo profesionalizmi. Do thot gjitha komunat, po edhe komunës Tetovës duhet të kenë ekipe të cilët në kontinuitet këtë çështje po e analizojnë. Nuk do të jenë grupe të punës që funksionojnë mbi fjala 1 muaj, 2 muaj. Të ketë, do thot, një sektor i cili vazhdimsi do t'i shikon këto të dhënat. Dhe të jetë gjithmonë i përgatitur, do thot, të jetë i përgatitur, do thot, edhe komuna e Tetovës, edhe komuna tjera, në aspektin e asaj se ballafaqimit e tilla, ku mund të rrezikohen të punësuar në një shkollë, për shkak të mungesës së paraleleve nxënësve, andaj një shkollë rritet. Pikërisht ajo të mundson që në një shkollë ku do të rritet numri i nxënësve, çështja e rajonizimit ta bën veten. Mund këtë shkollë ose jo, edhe mos bën keq përdorime, se ligji mundson jep hapësirë të tillë që nëse një prind dëshiron që fëmijën e vet ta regjistron në një shkollë, secili ka ato dëshirat dhe ambiciet e veta, ku e ka bindjet e veta, perspektivën e vet, i shef gjërat se më mirë do të ishte fëmia im të mësonte në këtë shkollë, i përshtaten kushtet, mjedisje kështu me radhë, mësimdhënësi dhe kështu me radhë kualiteti, ai zakonisht bën çmos ta regjistrojnë në atë shkollë. Po ka edhe keq përdorime, bie fjala mundet. E bën për shembull në aspektin e asaj një deklaratë në noter, në avokat e kështu me radhë se është banuesi një rajoni të afër asaj shkolle, ku mund edhe të jetë banues edhe ai më veç mëson në atë shkollë. Për fat të keq janë edhe keq përdorime. Arsimtar, kur përmendëm çështjet e shqetësimit për shkollat rurale, për shembull, optimizimi i këtu, sa mund të jetë i pavorshëm? Po, do thot optimizimi adesh me kohë të bëhet. Do thot dikush po i pranon, dikush me këto ndryshime që bën reformat në arsim, po ne duhet gjithmonë të jemi natyrës asaj se reforma ekziston në gjitha shtetet. Po jo në reformat vetëm në programet mësimore, në konceptin e të mësuarit e kështu me radhë. Ndryshimet e reformat bën në shumë aspekte. Njëri nga aspektet është ajo që kjo është një neglizhencë institucionale e sistemit arsimor, i strategjive të dështuara shtetërore ku nuk janë menduar me kohë këto gjëra, çështjen e mbylljes shkollave rurale. Pikërisht tani po ngritet një iniciativat e optimizimit të shkollave, që është e arsyeshme. Pse është e arsyeshme? Shkollat, do thotë, në shkollat edhe rurale, edhe urbane, janë të themi në aspektin e kuadrit mësimor, politizimi gjithmonë e ka bërë veten. Bie fjala në vitet e kaluara, ka pasur, do thotë, punësime mbi 400 mësimdhënësve, do thotë në arsimin fillor. Atë çka ndodhin shkollat, numri i nxënësve dukshëm bie, paralelet kanë mbet ato që janë. Bile edhe ka rënje, po është shumë e vogël në krahasim me numrin e punësuarve. Bie fjalë ndodhen që shkollat tash jo në Tetovë. Flasim për shkollat edhe të komunës Tetovës rurale, po flasim edhe komuna tjera, që do të ndalim atë në arsimin shkollat shqipe edhe të tjera, ku janë 4 paralele, njëna ka 8 nxënës, tjetra 10 nxënës, 6 nxënës, 4, gjithsesi kushtet plotësohen për një paralele. Mirë, po 4 paralele, një paralele mesatarisht përgjigjet për vend pune një mësimdhënës e gjys, një vend e gjysën pune. 3 paralele të prisbën 4 vende e gjithë pune. Këto i kushtojnë shtetit, buxhetit shtetëror, financa e parat, e ka edhe krizat në aspektin e financave, po të shndodhen me të punësuarit. Për statistikat, to janë që i them çështje statistikore të dhënave, ku në Maqedoni ka do të thotë mbi 2000 mësimdhënës që janë te pritës teknologjike. Çfarë do të bëhet me ato? Pikërisht për këtë bëhet optimizimi. Optimizimi bëhet në atë që do të ketë shkolla, të cilët më tepër të rurale, të cilët do thotë nuk do të mbyllen, por nuk do të kenë atë, si të them, të jenë shkolla qendrore, nuk i plotësojnë kriteret, do të ketë në atë rast të jenë shkolla periferike me shkolla qendrore, po do thotë dikush se ç'ndodhen me të punësuarit. Pikërisht punësuarit do thotë për atë do të bëhet sistematizimi dhe adaptimi, do thotë edhe i orëve mësimore në aspektin asaj që mos mbeten. Unë po ju tregoj jam edhe në grup pune për çështje të tilla, do thotë
për përgatitjen e programeve për qëndrim tërditor, ku bëhet fjalë që mos mbeten të papunë, themi, të 2000 mësimdhënës në Maqedoni. Shkollat të cilat i plotësojnë kriteret për të qenë me shkolla me qëndrim tërditor, ose shkolla me jo vetëm qëndrim tërditor të qëndrojnë, ose qëndrim me një ndrim që themi, jo qëndrim tërditor, por me programe të zgjeruara, ku aktivitetet të cilat do të realizohen në shkollë, nuk janë aktivitete vetëm paraditës. Në bazë dite, ku këto mësimdhënës, që janë themi edhe si tepric, që të iket rrezikut të papunësisë, se bëhet fjalë për 2000 mësimdhënës dikun, ato të angazhohen në aktivitete të qëndrimit tërditor, me aktivitete jashtëmësimore, themi me aktive të ndryshme, aktivitete sportive, do të thotë programet veç po përgatiten për këtë qëndrimit e tilla e kështu me radhë, ku unë personalisht po them se nëse veprohet me këto reforma në mënyrë kualitative dhe jo edhe në aspektin e asaj të kundërshtojmë, se dim zakonisht të kundërshtojmë. A kemi resurse arsimtar për qëndrim tërditor? Tash kjo është në pyetje. Shumë hulumtime që janë të u bën kohë të fundit, veç më bën analiza, ka projekt të tillë i cili do të realizohet deri në shtator, veç më kanë nis aktivitetet ku analizohen kushtet të cilat i kanë ato shkollat. Dihet ato shkolla njerë nuk do të jetë numri i mbingarkuar i nxënësve. Hapësirat infrastrukturore të shkollës do të jenë ato të duhurat. Numri të punësuarve, si është e kështu me radhë. Pikërisht, ka edhe kritere tjera, çështja e udhëtimit, çështja e ushqimit, se nuk mund të këto të mbulojnë në familjet e kështu me radhë. Parat ekzistojnë edhe, po ju tregoj dy lloj modalitete, shkollat të cilat ekzistojnë veç më me qëndrim në një ndrim në Maqedoni janë të 145 shkolla, ku ka edhe me qëndrim tërditor, por ka edhe me një ndrim. Pikërisht shkollat me atë me qëndrim tërditor, por arsye jo gjithë shkollat. Ato që i plotësojnë kriteret, po ka me temi modalitetit i tërësishëm që është i tërë dhe modalitet pakës që është ma fleksibil, ku mund ma pak orë të ketë, që i konvenon edhe prindërve, edhe mësimdhënësve mos mbeten punë pa punë, edhe nxënësi do thotë më mirë të kalon pjesën dërmuese të ditës në aktivitetet në shkollë, ku edhe prindërit të jenë do thotë më të sigurt për fëmijën se e ka në shkollë, nuk e ka në rrugë. Pikërisht me programe të tilla, të zgjeruara, janë po përgatiten se edhe unë jam pjesë themi këtyre aktiviteteve në kohë të fundit, ku përgatiten do thotë aktivitete dhe programe parandaluese, do të thotë preventive. Aktivitete në shkollë të realizohen edhe në aspektin e asaj se si të mbrohet një fëmijë nga dukuritë e ndryshme, pikërisht këtu të pse kohën e fundit nxënësit tonë janë aq agresiv, janë aq të prirur për zënka, a kanë ndikuar këtu edhe mos e teproj rrjetet sociale. E vërtet është, thot, krejt do thot dukuri që po i hasim, krejt shtetin, do thot, në Maqedoninë e Veriut, do thot, me çështjen e dukurive që nxënësit, fëmijët, pa edhe të rriturit disa të nivelet e ndryshme të arsimit. Kemi pat një rast të Gjorgje Petrovit, Saraj, kemi edhe në to, po kemi edhe gjithandej, ekzistojnë këto në gjithë shkollat, ne nuk duhet temi ato këto, mirë, po ka raste që janë dukuri më të shprehura e kështu me radhë. Këto janë do thotë si çështje produkt i një arsimit që nuk është kualiteti i duhur. Do të thotë po të ketë aktivitete parandaluese, preventive në shkollë, po të ketë aktivitete të duhura në familja që duhet i ndërmet. A ka për momentin aktivitete parandaluese? Pikërisht kjo është në pyetje. Për çështjet e dukurive të tilla që ndodhin në shoqëri dhe me nxënësit, do thotë ekzistojnë temin e ato 3 sisteme, do thotë në shkencat sociale që tregon se është mikrosistemi, mezosistemi dhe makrosistemi. Mikrosistem ka të bën familja e ngushtë me nxënësit, ku familja duhet të punon mjaft me fëmijën, duhet ta ketë në kontroll kur themi 24 orë familja. Jo ta lënë fëmijën do thotë ku i shohim edhe rrugët në mes natë, por shikojsh fëmijë të mitur që janë rrugëve enden. Pikërisht familja duhet 24 orë të ketë kujdes. Të ketë kujdes në atë se cilat aktivitete po i realizon. Të ketë kujdes rrjetet sociale cilat i shfrytëzon. Çka bën ato rrjetet sociale? Çfarë reflekton krejt, me kë shoqërohet e kështu me radhë. Edhe pastaj kemi mezosistemin shkollat, se ne nuk fajsojmë vetëm familjen. Krejt jemi fajtor për këto dukuri që ndodhin. Asesi nuk është familje. Dikush më shumë, dikush më pak. Më pak fajtor është fëmiu. Mezosistemi kur themi shkollat,
Pikërisht nuk është shkolla një themi institucion ku vetëm duhet realizon aktivitete të mësuarit, lëndëve mësimore kështu me radhë. Shkolla që në institucione edukative arsimore, çështja e edukimit është prioritet në krahasim me të mësuarit tjetër për shkatësitë që duhet të fiton dhe njohuri, dituri një nxënës. Pikërisht, a mungojnë ato aktivitetet? Po, në nivel shtetëror mungojnë. Pikërisht këtë që themi që programet parandaluese, preventive, të cilët duhet të jenë të kyçura në aspektin e aktiviteteve. Si do të ishte një efikas një program parandaluar? Do thotë, këto efikasiteti do thotë ka të bënë me bashkëpunime më të mira, më tepër të jepet rëndësia aktiviteteve të mësimdhënësve që do t'i realizojnë aktivitete edhe në atë orarin që themi që të jetë një program i zgjeruar, i vazhduar në shkollë, ku do të ketë aktivitete jashtë mësimore që kanë të bëjnë edhe me parandalimin e dukurive të tilla. Po si mundet? Po bëhen. Bashkëpunimi më i mirë me prindërit. Aktivitetet ka do të thotë aktivitetet të ndryshme për parandalimin e këtyre dukurive. Kemi ne mundësi të tilla të cilet jo vetëm të merrim edhe ja themi edhe atë makrosistemin fajsimi ku themi se përgjithësitë e sistemet arsimor. Nuk është i të thuash vetëm të dalim, unë jam do të gjithmonë edhe kritik edhe vetë kritik. Edhe për veten time që edhe unë jam përgjegjës për dukuritë e tilla. Është ajo që të dilet të thohet se ministria tani po ndërmerr hapa që mësimdhënësit bie fjala të kenë kujdestari në objektet shkollore, në korridoret. Po kjo është diçka të thuash tani, diçka që është jo serioze, diçka që mund më jesh vetëm njohës i mirë rrethanave arsimore në arsim. Çështja e kujdestarisë në sistemin arsimor në për shkolla do të po realizohet me dekada. Mirë, po ka diçka të tjetër. Ne do thotë nëse merremi me shkollat se kujdestari mbahet do thotë një mësimdhënës, thotë është brenda ditës, një ditë brenda javës. Mirë, po edhe ne mësimdhënësit duhet të jemi vetë kritik. Po të ulumtojmë se ç'ndodhen në nivel të arsimit shtetet me arsim të zhvilluar, ku si kanë këto telashe, brenga e këto dukuri. Mësimdhënësi në vend të punës dihet është një ndrim atë që e ka kohën. Edhe ai nuk është vetëm të mbajë të bëhet roje nxënësve them kujdestari. Mirë, po, ai është do të thotë kujdestar dhe mësimdhënës për kujdes e fëmijës krejt gjatë orarit punës që është. Do thotë edhe nuk ka qëndrimet në përzira ditë sa janë. Arsimtarën e kemi dëgjuar dhe dëgjojmë edhe shpesh se ka rënë pesha e vlerës arsimtarëve, profesorëve, diçka nxënësit e shohin profesorin si barë, si një kundërshtim, e jo si një pedagog, si një edukator, si një mësimdhënës. Ku qëndron kjo? E vërtetë është, do thotë ekziston një demotivim edhe të mësimdhënësit, do thotë ka rënë do thotë ai respektin ndaj mësimdhënësve, do thotë besimi ndaj tyre nuk është ai duri që duhet të jetë. Edhe ajo do thotë derisa edhe të nxënësi po ja thua një fjalë të mirë, japish një motivim, ai ndikon në punën e tij. Ndikon, po ndikon një fjalë e mirë edhe për mësimdhënësit. Mësimdhënësit duhet t'i japësh një motivim të mirë. Motivimi nuk është vetëm rrogat e larta, ajo është një pjesë e motivimit. Por edhe du të japësh një lëvdat mësimdhënësve. Tu tregosh atij mësimdhënësve se ato janë heroj të çështjet të arsimit. Folish për drejtoritë e shkollave, edhe për sistemin arsimor, edhe për prindët, edhe nxënësi kur ta thot një fjalë të mirë. Pikërisht nuk është vetëm të akuzohet një mësimdhënësit. Mësimdhënësit duhet i kanë fajt për këtë. Mësimdhënësit, po ka edhe mësimdhënës të themi jo të përgatitur mirë. Për fat të keq ka të tillë, po pjesa dërmuese janë do thotë të përgatitur që me këto sfida. Pikërisht dekadat e fundit, dita ditës po bie motivimi të mësimdhënësit. Edhe një mësimdhënës, sikurse nxënësi e shef punën, profesionin e vet si një obligim që e ka ndaj rrogës që e merr. Edhe të shkojmë punë, ta bëj orarin tim të iki. Që ndodhet edhe me nxënësit, kur nxënësi e shef si obligim e kanë të shkojnë në shkollë, vinë në shtëpi. Pikërisht, shkolla duhet të shihet një institucion, një hapësirë, një shtëpi e përbashkët për nxënësit, për mësimdhënësit, ku kalojnë një pjesë, duam s'duam 1/4 e jetës e kalojnë. Si nxënësit, si mësimdhënësit. Pse mos bëjmë raporte të tilla që t'jetë kënaqësi edhe për njërin e tjetrin. Na mungon një motivim i tillë, ka dita ditës do thotë akuza më tepër ndaj mësimdhënësve për këto raste që ndodhin, por nuk janë akuzat vetëm mësimdhënësve. Kur nisa emisionin në fillim potencova se po jemi gati të përmbyllim një vit të trazuar shkollor, duke marrë parasysh se shumë shkolla u përballën me thirrje anonime për alarme, për bomba, nxënësit kanë humbur ditë, kanë humbur mësim.
Si mund të përfundoj ky vit shkollor? Por kjo është çështja e teknologjisë, do thotë kur gjërat nuk janë me kohë, do thotë kontrolluara, do thotë çështja e digitalizimit është shumë e rëndësishme, përballja me bullizmin tek kibernetik e gjëra të tilla që shteti si shtet do thotë nuk është i përgatitur për këto sfida. Mos flasim për shkollat. Edhe kjo jep mundësi që edhe nxënësit, sidomos të shkollat të mesme, që të ndodhin raste të tilla me ditë, me javë të ketë ndërprerje të procesit mësimor. Pikërisht, sistemi arsimor, edhe shteti si shtet, duhet të jetë i përgatitur për këta sfidat. Unë po ju tregoj edhe para një jave publikova situatë ku bie fjala me çka ballafaqon shtetet të botës, çështjen e zhvilluar në arsim me çështjen e maturave shtetërore. Ku paramendoni teknologjia shkon aq përpara se ka keq përzëdhime të mëdha, sidomos të inteligjencës artificiale. Përmenda çështjen e do të thotë syzave inteligjente, të cilat janë edhe orëve inteligjente, sidomos syzave inteligjente, të cilat një tekst që e ke përpara, një test, në momente skenojnë syzat dhe informata brenda disa sekondave të vinë për përgjigjet. As kur shtetet do thot i kanë këto të lashë, mos flasim shumë, mos i përmendi ato shtetet që këto sfidat, të ne asgjë, vetëm shikohet se telefonat mos përdoren, interneti mos përdoret gjatë këtyre periudhave. Pikërisht, çështja e parandalimit ka të bën edhe për çështjen e bullizmit kibernetik, do thot. Keq përdorimet të natyrës të tillë, keq përdorimin e rrjeteve sociale, keq përdorimin e inteligjencës artificiale, keq përdorimet të tjera që nëse kryhen aktivitete, programe parandaluese realizohen nëpër shkolla, ku të bisedohet me këto nxënësit se cilët janë pasojat krejt çka ndodhin, jo teknologjia nuk i ka krejt mangësit, po kur do të tregohet se cilët janë pasojat, se si shkatrohet një personalitet, si shkatrohet një familje, si shkatrohesh një individ, një nxënës, ardhmërinë e tij, ai do të ketë qasë ndryshëm. Mirë po, ti tregohet se cilët janë masat ndëshkuese. Ne më tepër si shtet me këto dukuri merret më tepër me pasojat se sa shkaqet. Po thot dikush ja tani një rast, një rast do të dënohet, kemi raste në Maqedoni, kemi edhe në Tetov, në qytete të tjera, raste të tilla. Duhet të merren masa edhe ndëshkuese ku për atë është ligji. Do të mbushet me mend, dënohet njëri që të mbushen me mend të tjerët. Pikërisht, masa parandaluese duhet. Shkollat, ajo që është me rëndësi edhe këto sugjerime duhet më tepër të shkojnë në Ministrinë të Arsimit dhe Shkencës, Biroa Zhvillimit të Arsimit. Duhet të punohet në programe për masa parandaluese. Nuk duhet punohet në rregullore se mësimdhënësi duhet të rrihen me shkop ose të rrihen korridore të mbajë disiplinë. Disiplina po, ajo është një çështje shumë themi më anësore në krahasim me aktivitetet që duhet realizohen në klasë. Mësimdhënësi dhe struktura tjera, shërbimet profesionale, udhëheqësit e shkollave e kështu me radhë. Më tepër duhet punohet në aspektin e aktiviteteve në klasë, brenda klasës çfarë ndodhin. Kur do të kesh aktivitetet e duhura, parandaluese të tilla, edhe aktivitete tjera edukative në klasë të duhurat. Pa tjetër ai nxënës mo do të di si ta çelet derën, do të jetë mbushim, nuk ka nevojë të qëndrosh mbi kokë, si kujdestar. Kujdestar do ta ketë ndërgjegjjen e vet. Profesor, arsimtar, pse çalojmë ne për shembull në dijen, në gara ndërkombëtare, nuk jemi të aptë për të treguar rezultate. E vërtet, do thotë krejt këto që i përmendëm, këto dukuri. Çdo lokal përjashtime, ka edhe raste të mira, por në përgjithësi jo këto të dhëna statistikore, po vazhdimisht po i përcjelli 20 vitet e fundit të dhënat nga testimet ndërkombëtare që bën edhe në arsimin fillor në nivelin e parë, dytë, tretë, si dhe në shkollat e mesme. Do thotë kemi testimet TIMSS, PIRSS dhe PISA. Do thotë janë testime, nuk ndodhen kjo një herë, një vit, 2 vite edhe ne të kemi rënje. Vazhdimisht do thotë i kemi 20 vitet e fundit, diku kemi marrë, diku s'kemi marrë pjesë varësisht prej viteve për aspekteve edhe kushteve të ndryshme, kemi rënje. Rënjet janë të tilla që nuk është në rregull nëse një shtet, siç është Maqedonia, po nuk është Maqedonia, janë edhe vendet e Ballkanit që aty afër, që me këto kushte që janë, mos kenë do të thotë mundësi të ecin përpara në kualitet. Pasqyrë e krejt aktivitetet kualitetit të arsimit janë që ato testimet. Ato testimet flasin se cilët kualiteti kemi. Edhe nëse
Për fat të keq, ndonjëherë sistemi arsimor është i atill që qeveria, kush do të jetë, pa marrë parasysh, mburën me atë se këtë testim që e patëm krahasimat para 4 viteve, kemi rritje. Krahasimet nuk duhet të bësh shumë, duhet të bësh me vetveten. Po krahasimet duhet të bësh edhe me të tjerat, me shtetet tjera, se diskrepanca është aq e madhe që është brengosë një jo kualitet në arsim. Pikërisht ndodh për shkak të asaj se shkollat më të gjitha niveleve janë dikun për fat të keq po e themi, si prodhues të analfabetizmit funksional, më tepër raportet për nota, më tepër raportet për diploma, pak për përgatitje me shkatësi dhe kompetenca profesionale. Tu vim arsimtar, pikërisht edhe tema e këtij emisioni. A ka nxënës të këqij apo mos i nxënës të papërgatitur? Unë e kam thënë, po e them përsëri. Do të thotë nxënës fëmijë të këqij nuk ekzistojnë. Pse e them në aspektin nuk ekziston? Ai është fëmijë, është i mitur. Ai është një produkt i një familje, i një sistemit arsimor, i mësimdhënësit e kështu me radhë. Ai është një pasqyrë e krejt këtij fenomenit ne që e përmendim vazhdimësisht se kush i ka fajin. Po të funksionon një familje si duhet, në aspektin e përgatitjes atij fëmijë si duhet, në feminin e hershme që themi, po të ketë aktivitetet mësimdhënësit të duhura në shkollë, edhe shkolla, sistemi arsimor e kështu me radhë të duhura, ne mësimdhënësit të jemi më përgatitur për sfidat dhe ballafaqimet ditore në jetë që i ka një fëmijë. Ta përgatitim ashtu si duhet. Nuk do të ishte kjo situatë. Mirë po, jo përgatitja edhe profesionale e një pjesë të dukshme të mësimdhënësve, aktivitete në shkollë, demotivimi që është shumë i shprehur, mos ndërmarrja e familjeve, do të thotë bashkëpunimi jo i dur familje, shkollë, prind, mësimdhënës, nxënës trekëndërshit, bën atë që kualiteti të bjen. Unë po e them me përgjegjësinë më të madhe, po ndoshta dikujt nuk i vjen mirë. Nxënës të keq nuk ka mësimdhënës dhe sistem arsimor të papërgatitur për sfidat e jetës të shekullit 21 të vitit 2026 që jetojmë. Ai fëmijë nuk është një fëmijë që ne duhet të themi si mësimdhënës para 30 viteve nxënësin këtë atë, mësimdhënësi këtë atë. Jo, ai nuk është fajtor që jeton vitin 2026. Ai jeton një këtë kohë ku ballafaqohet krejtësisht me sfida ndryshme, edhe ne duhet ta përgatitim për këto sfida të jetës. Kur jemi këtu, vetë ju lindet e pyetje, sa e ka dëmtuar politizimi cilësinë e arsimit? Po, do thotë, politizimi në arsim ekziston, sidomos në shtetet e Ballkanit shumë është më tepër i shprehur, tash në shtetet tjera ka, por jo këtë përqindje sa që ashtu. Politizimi është njëri nga shkaktarët kryesor që është situata gjendja në këtë arsim. Pse po e themi? Po, nuk është politizimi vetëm çështja e punësimeve, mësimdhënësve, kështu me radhë, po është çështja edhe strategjive arsimore. Strategjitë arsimore të një shteti që përgatiten mbi fjalë për një periudhë caktuar, do thotë 10 vjeçare, 6 vjeçare, 5 vjeçare kështu me radhë. Këto do thotë me ardhjen në pushtet të qeverive të ndryshme. Politizimi e bën të vetën sa bjen poshtë të strategjitë. Nuk mund të një strategji afet gjatë të ndryshon çdo ndrimi të një qeverie. Vazhdimisht kemi dëgjuar reforma në arsim, reforma, ose si të zbatohet në Vinje pushtet bie fjala, reforma, koncepte të reja arsimore ku ka të bën me digitalizimin në arsim. Vin tjerë reformë e tërheq atë koncept, bie koncept tjetër e kështu me radhë. Pikërisht këtë, ne duhet të ndjekim hapat e shteteve të zhvilluara në arsim, strategji të tilla. Po ne nuk duhet të harrojmë kurrë. Maqedonia nuk mund të bëhet me kushte me infrastrukturë e standard që kemi një shkollë, një sistem arsimor finlandes, norvegjes, kines, amerikane, ku ta di kështu. Kur nuk mund të bëhet? Pse? Nuk i kemi kushtet. Kushtet duhet, krahasim me strategjitë arsimore, të bëhen me shtetet, të cilat kanë standarde e kushte rrethana të ngjashme me Maqedoninë. Ka të tilla shtete, mos i përmendim tash, se kulumtimet po tregojnë. Edhe ne duhet të marrim një praktikë përvojë model ato shkolla, edhe të kemi një rritje, por rritjen duhet si të ta tregosh. Rritja nuk është kualiteti vetëm në atë se si do të shohim, do të thotë infrastrukturat shkollore të bukura kështu me radhë. Do të thotë pikërisht kualiteti kryesor është, do të thotë
testimet, hulumtimet do të tregojnë se ku ka arrit një nxënës, të arriturat në arsimin fillor, të mesëm edhe arsimin e lartë. Pikërisht do të tregojnë edhe dukurit, fenomenet themi dukurive të bullizmit, raste tjera që i kemi në shkolla, jashtë shkollave, situatët brengat që janë do të thotë në shoqëri e kështu me radhë. Pikërisht kualiteti do të vërehet atoj, dita ditës. Nuk është kualiteti vetëm me atë që mburi është Maqedoni, nëse krahasojnë notat, suksesin Maqedoni do të thotë, hulumtimet tregojnë se është mesatarja mbi 4 në arsimin fillor, tash rritja është aq e madhe 10 vitet e fundit sa një ekspert në një konferencë ndërkombëtare po e tha se po që se vazhdon ky trend në Maqedoni të vlerësimit të tillë me themi pa kritere, vlerësimi dhe standarde, nuk ka nevojë për vlerësim Maqedoni se këtë 500 do të jetë. Kur flasim për reformat në arsimtar, a mos ishte gabim, sipas mendimit tuaj, arsimi i mesëm i detyrueshëm? Personalisht po ju them, arsimi obligativ i mesëm do të thotë në Maqedoni u tregua i dështuar. Për arsye se mundësitë të cilat shkolla e mesme, do të thotë një pjesë bukur e madhe e të rinjve, do të thotë, vetëm po vazhdojnë arsimin e mesëm ku janë si faktor destruktiv në shkollat e mesme. Ku janë... Ja, kur përmendni destruktivitetin, ka për shembull dy zonës do të përjashtohen për shkollë, ku të shkojnë ata? Pikërisht kjo është në mbytyje, do thotë dihet se janë kriteret do thotë edhe rregullat do thotë rregullore për çështje masat pedagogjike, edhe në shkollat fillore dhe të mesme. Po kjo është ajo se nxënësi e din se e ka shkollimin e mesëm obligativ. Do të kalojë. Ai do të thotë nëse shikohen statistikat, po ju them kohët e fundit që vërehet në shkollat e mesme, jo të gjithat, numri i prezencës do thotë i nxënësve në orët mësimore është do të thotë i mungesave është rrit dukshëm, ku numri i madh do të thotë i mungesave të paarsyeshme, mos të qenurit në shkollë, po e din atë që fundja që përsëritjet janë shumë të vogla. Edhe e din se është obligative kështu me radhë. Po qëse të ketë do të thotë një strategji arsimore e tillë që shkollimi i mesëm, po, të jetë obligativ, me kritere edhe ndëshkuese, të cilat do të ndihmojnë që jo të jenë të barabartë në aspektin asaj se një nxënës është i rregullt, një nxënës i respekton të gjithë rregulloret shkollore, ligjet, prezencën e kështu me radhë, zhvillimin e vet profesional i kështu me radhë, me një nxënës të jetë i barabartë i cili nuk është në bankat shkollore. Vazhdimisht në fund suksesin e ka të barabartë. Pikërisht duhet të bëhen reforma të tilla të arsimit të mesëm, tani ne ka do thotë reforma të tilla për arsimin e mesëm, shkollat profesionale, arsimin dual, do thotë i cili është mjaft i mirë për çështjen do thotë edhe në shkollë dhe praktikat tjera do thotë që bëhen në lidhje me për shkatësitë dhe kompetencat profesionale të një nxënësit për ardhmëri. Kjo që shkolla e mesme si të ndërprej, përmendet edhe mos përputhja me tregun e punës. Po. Kjo pikërisht shkollat, cili është do thotë funksioni i një shkolle. Anashkalohen shkollat profesionale. E vërtetë është. Funksioni i një shkollës, detyrat, cili është qëllimet, të përgatit një të ri për jetën reale edhe për tregun e punës. Koordinimi nuk është ai duhuri, do thotë, për atë se çka kërkon tregu i punës. Ka ndryshime në atë bie fjala pak, edhe në programet mësimore që i përgatitën Byroja e Zhvillimit të Arsimit dhe Ministria e Arsimit, për atë se çka kërkon tregu i punës më tepër, si drejtime po mbyllen, hapen drejtime të reja kështu me radhë. Mirë, po koordinimi nuk është ai i duhuri. Çka i duhet bie fjala në komunën e Tetovës. Cilat duhen drejtime të jetë. Bie fjala unë kam pat një hulumtim të tillë për çështjet shkollat profesionale, jo vetëm Tetovës, po edhe shkolla tjera në nivel shtetëror, për atë se sa është bashkëpunimi i shkollave profesionale, mësimin dual që e themi që me firmat, kompanit, me tregun e punës që është, ku duhet të merren parasysh edhe të dhënat të cilat i japin, themi këto sektori privat, do thotë në qytetet e ndryshme, ku tregojnë se prezenca është shumë e vogël, din vetëm të merren vërtetimet se kanë qenë kështu me radhë, nuk janë të kënaqur. Duhet të jemi në atë shkollë, shkojmë që të mësojmë respekt për disa drejtime të cilat janë të duhura për tregun e punës dhe po vërehem.
se bashkëpunimi i sektorit privat, kompanive të ndryshme, me shkollat profesionale. Shkollat organizojnë ditë të hapura, panere, edhe fakultetit panere të karierës. Ajo një ditë, që bëjmë 364 ditë. Shkollimi është 4 vite. Se shkojmë edhe po pyesëm, unë kom ba edhe një punim të tillë, ku kom pas, themi, kontakte edhe kemi pas të dhënat, kam let në disa kompani të cilat si kanë bashkëpunim me shkollat profesionale dhe sa është prezenca e tyre, a i fitojnë ato kompetenca, nuk janë të kënaqur këtë aspekt, për fat të keq. Vetëm më tepër shkohet gjëra, temi formalitete, do të thotë të kemi dokumenta, të bëjmë vlerësime, të kështu me radhë. Tregu i punës kërkon shkallësi profesionale. Gjatë gjithë emisionin që jemi duke folur për çështje të zymta të arsimit, por si mësimdhënës dhe si njohësit çështjeve arsimore këtu në vend. A shihni dritë në fund të tunelit për cilësinë në arsim, për reforma që punët të shkojnë mirë? Shqipe po e përmendi këtë. Unë po njoh numër shumë të madh të mësimdhënësish të shkollave të arsimit fillor, parashkollor, fillor, mesëm edhe universitar. Ka do të thotë mësimdhënës dhe profesor të jashtëzakonisht kompetent, ka shumë të përgatitur profesionalisht. Janë do të thotë aktivitete realizojnë te masë të mira që do t'ua kishin zgjidhje. Që shtrohet, a mund ta tregojnë potencialin e tyre? Ka shi një kategorie të fëmijëve për të cilët thuhen se kohën e fundit nuk janë të dëgjueshëm. E vërtet kjo që desha të them. Pikërisht shumë pak ju jepet mundësi këtyne, do të thotë këtyre kuadrove profesionale të mësimdhënësve të cilët janë, që edhe ato duhet pak të kenë një respekt krejtësisht pak më ndryshe. Nuk mund të vendosh në një themi kategori mësimdhënësit të cilët janë shumë ambiciozë dhe punojnë, se ato janë ardhmëria e arsimit. Ato janë vetëm shpresë me një numër të konsideruar të nxënësve të cilët janë ambiciozë dhe po japin kontributin maksimal, që janë një shpresë, një dritë në arsim. Pikërisht çka duhet? Duhet që politika jashtë kornizave të arsimit të mbetet. Këto janë të dhëna të gjëra të cilat produkti shifet në të ardhmen. Është diçka që nuk ka të bën politizimi i arsimit një periudhë një vjeçare. Është ka të bën me periudha të gjatë. Punësime duhet të jenë meritokracie me kompetenca profesionale kualitative. Nuk ka politik në arsim të ketë në aspektin e punësimit, se ai mësimdhënës, po, dash Zoti gjithë të punësohen atje ku e meritojnë, po një pas rangimi profesional, ku 20 vjet do të kalojnë gjenerata në dorët e tij. Pikërisht se si do të jenë këta nxënës kualitetin, varet edhe pi kualitetin mësimdhënësve. Pikërisht duhet këtë aspekt që edhe themi politikat arsimore të jenë më afatgjate me strategji të cilat nuk do të preken edhe nga qeveria e kaluar. Vije fjala çka ka të ndërpresësh diçka një strategji e cila jep rezultate. Duhet këto gjëra të rregullohen me ligje, edhe në bazë ligjet e forta që nuk duhet të preken strategji të cilat janë më afatgjate dhe të kenë banë përgjegjësi për mos realizimin e tyre. Nëse në mesin e mësimdhënësve ka potenciale pozitive, po si të motivohen nxënësit që ta duan mësimin, që të mësojnë më tepër? Unë po themu përvoja e ime edhe shumë mësimdhënësve të tjerë, se kolegë të mrekullueshëm kam pas gjatë përvojës sime, do të thotë, paramendoni kur nxënësit shikojnë një mësimdhënës i cili aq është i përkushtuar ndaj profesionit të vet, aq është i përkushtuar ndaj detyrës dhe obligimet vet, aq është i përkushtuar për një fëmijë. Fëmia nuk dallohet më atë se është me sukses shkëlqyeshëm ose me këtë sukses. Fëmijët janë të gjithë nivelit në aspektin e respektit që duhet ta kemi ndaj tyre. Çdo fëmijë vjen në shkollë të mësojë diçka, dikush më shumë, dikush më pak. Për atë është të thotë edhe taksonomia e Bloomit, të cilët thotë përkushtimi duhet të jetë në bazë të kërkesave dhe mundësive, kapaciteteve të fëmijës. Pikërisht i jepësh mundësi sa më tepër të mësojë. Dikush më shumë mund dhe dikush më pak. Mirë, po jo të bëjmë diskriminim në aspektit të asaj se ky nxënës është më i përkushtuar, ky më pak e kështu me radhë. Nxënësit i cili edhe më pak ndoshta është i përkushtuar. Nëse e motivojsh me një fjalë të mirë, japësh mundësi një aktivitet të mirë, je ti një mbështetës i tillë. Mësimdhënësi i mirë është një mbështetës i mirë, është një facilitator i mirë, një mentor i mirë i nxënësit. Ai do ta don atë mësimdhënës, do t'i don të tjerë, do të don shkollën, do të don edhe vetë këtë profesion. Nuk të vjen në atë situatë që
ja po e shihni vetëm dëshira e të rinjve për të orientuar në drejtimet profesionale, po bjen dukshëm. Ka mungesë të kuadrove, fjallat të shkencave, matematikë dhe shkenca natyrore, ku vëren dita ditës ku gjasat që të mbetën në shkollat edhe pa kuadro të tilla. Për fat të ketë se, nuk është ai motivimi i duhur të drejt për të orientuar në drejtimet e arsimit. Pikërisht ne duhet jemi edhe modele që të motivojnë të rritë ta duhet. Duke se edhe ne si prindër pak po çojmë shumë pak punojmë me fëmijët. E vërtet është, do të thotë tash ne nuk akuzojmë gjithmonë prindët. Mos qofsh themi edhe në lëkurën e prindit. Si ndjehet bie fjala një prind, edhe fëmiu po edhe prindi i cili nuk ka prind që nuk e don fëmijën e vet. Ai është diçka e shenjtë për familjen, për prindin. Mirë, po një prind i cili ndodh që 24 orë mos e sheh, mos ketë kontakt me fëmijën. Nëse ai punon 10 orë dikun, se sektorin privat nuk ka, do të thotë punë 4 orë. Do të thotë 10 orë, tërë ditën punon. Vinë në mbrëmje, fëmin nuk ka kontroll ndaj atij fëmijët, një prind. Është në pyetje se sa mund të ai të koordinon aktivitetet me fëmijën. Si ndjehet një prind i cili nuk mund të plotëson kërkesat standarde jetësore, si ndjehet një prind që fëmijës vet nuk mund t'ia plotëson kërkesat njëherë në një aktiviteteve relaksuese, ta dërgon një aktivitet sportiv, një aktivitet rekreativ, artistike, kështu me radhë. Si ndjehet do të thotë edhe një prind që s'ka mundësi 5 vitet e fundit asnjëherë mos e dërgon fëmijën në pushime verore. Si ndjehet një fëmijë që s'ka mundësi një palë ski t'ia blej fëmijës vet ta dërgojë në kodrën e diellit një rështitje ta bën. Si ndjehet një prind i cili nuk jep mundësi brenda javës ta nxjerr një fëmijë një akullore ta hanë. Këto janë çështje të cilat ne duhet jo ta akuzojmë vetëm prindin, për arsye se ai prind standardi i cili veçmë po bie dita ditës në Republikën e Maqedonisë Veriut, po edhe ne të gjithëve do thotë, nuk të jep të gjitha mundësitë që përkushtimi të jetë më i madh ndaj fëmijëve. Po pakës do të thotë... Ja, jemi edhe në kohën e maturës tani, argjimet s'do men se sa janë, për shembull, një familje që ka një maturant ose një maturanti. Po zakonisht ne, ashtu është mjedisi jonë, do thotë, në këtë shtet, ku ma të tepër dim shpenzimet të bëjmë për çështje të themi të tilla manifestimesh, do thotë, e vërema dita ditës që për manifestime të tilla ma të tepër mirë, po duhet pak investimet të jenë të natyrave të ndryshme, të japën mundësi që të kyçen aktivitete ku të investojmë në këta fëmijë, të investojnë edhe të grup moshat e ndryshme, që të ketë mundësi në projekte të ndryshme të dalë jashtë shtetit, të ketë mundësi të vizitojnë shkollat të ndryshme, projekte të cilat një bashkëpunim ndërsjell ndërkombëtar, ndërmjet shteteve, shkollave kështu me radhë, ku fëmia ta shikon se si punohet në vende të ndryshme, si punohet këtu kështu me radhë. Pikërisht këta mundësitë janë pse mos shkohet do të thotë të vizitojnë. Pse kjo që unë kam vizituar dhe vizitoj shtetet të ndryshme, ju tregoj kënaqësi më të madhe kam kur vizitoj shkollat, si funksionojnë kështu me radhë, jo vetëm qendra tregtare. Qemoti, jemi në fund të emisionit, qemoti merreni me çështjet të arsimit dhe çdo këshill i juaj do të ishte mirëseardhje. Çfarë do t'i këshilloni ju fëmijëve që duan? Pa, mbi të gjitha do thotë njerëz si një këshill e mirë do të ishte për fëmijët, për nxënësit e shkollave fillore të mesme, është diçka shumë e rëndësishme që gjithmonë pasqyrë përpara të kenë një herë familjen e vet. Të ketë prindin parasysh se prindi është ai që sakrifikon mbi të gjitha për ata fëmijë. Ai të jetë të reflektojë diçka që prindi të mburet me atë fëmijë. Gjithmonë të mendon se mos bëjë një veprim jo të mirë siç ndodhin në shpesh raste që prindi të turprohet nga veprimet e fëmijës së vet, të ballafaqohet me sfida të drejtësisë e kështu me radhë, të ballafaqohet me sfida në shoqëri ku gjithmonë do të gjikohet ai prind. Prandaj fëmijët duhet të orientohen në aspektin e asaj me këshillat e prindërve, të këshillohen të udhëzohen me këshillat dhe të respektojnë këshillat rregullore shkollore, të kenë një bashkëpunim më të mirë fillt në shkollë me mësimdhënësit, me shokët, të kryejnë aktivitete të cilat do t'i shpjejnë përpara, të largohen do të rrugës, të kenë një orar të caktuar të asaj se sa i përdorin rrjetet sociale, të jenë jo vetëm vëzhguesi i rrethanave të cilat ndodhin në shoqëri të keqpërdorimeve. Ma tepër libra në përdor, aroma e librit të ndryshe se sa... E vërtet është po, ku faktet për fat të keq po flasin se libri është shumë pak i frekuentuar në fëmijët tanë të nxënësit. Statistikat të tregojnë se brenda vitit paramendoni vetëm 4 deri 5 libra lexon një nxënës i arsimit fillor.
Unioni Evropian brenda muajit lexojnë 4 deri 5 libra. Pikërisht to janë. A pikërisht një bashkëpunim i tillë, një i fëmijëve në familje, me prindët, me shokët në shoqëri, në shkollë, me aktivitete e kështu me radhë, t'ja vendon themi një barikadë vetës përpara për aktivitetet që janë shqetësuese, që shqetësojnë shokët, shqetësojnë mjedisin, shqetësojnë familjen, pa edhe mësimdhënësin, mësuesit e tyre, e kështu me radhë. Arsimtar, ju falenderoj shumë që ishit misafir në këtë emision. Para se të përmbylli, dëshiroj të shfrytëzoj këtë rast, të uroj ditëlindjen, sot e keni edhe ditëlindjen. Ishte kënaqësi. Ishte një koincidencë jo e zakonshme, se bashkë me mbesën e kishit. Po, bashkërisht, po, është kënaqësi. Shëndet, mbarësi dhe gjithë të mirat. Falënderit, është kënaqësi edhe 65 vjet kur i arrishë Rian, po ne mundohemi që mos dorëzohemi deri në momentin e fundit, të kontribuojmë për familjen, për shoqërinë. Thunë për gazetarët, njerë gazetar, gjithmonë gazetar. Por duke se kjo vlen më shumë edhe për arsimtar. Njerë arsimtar, gjithë tërë jetën arsimtar. Arsimtari do thotë është tërë jetën arsimtar, mundohet edhe ajo është do thotë filozofia e arsimit, mësimdhënie e tërë jetshme, do thotë mësimi i përjetshëm. Gjithmonë do të mësojmë, gjithmonë të kontribuojmë, gjithmonë të ndihmojmë rinisë, ardhmërisë, se çfarë rini është ardhmëria e kësaj shoqërie, e këtij shtetit, edhe e kombit tonë. Faleminderit edhe një herë. Pra të shikues të nderuar, ndoqet edhe një edicion të emisionit On Time në televizionin Koha. Deri emisionin e radhës, mirupafshim.